Ore, po mirë stars ato se u mësuam, po na keni bezdisur dhe ju sa pyetje thashë theme pas keni pasur o burr. A do ju përgjigjemi ol? A ndihemi njerëz të mirë sot? Po, për herë. Okej, hajde ju përgjigjemi. Ju përgjigjemi. Dikush ka pyetur, a është e vërtetë që Kesiana shet lepujn në Paris? Unë jam përgatitur për këtë lidhje me korrespondentin tonë në Paris. Kesiana! Kesiana! Ku është kjo, marë? A ishtu shit lepujn në Paris, kjo? Kesiana! Okej, konfirmohet Kesiana nuk shet lepujn në Paris. Nuk e gjeti. Nuk e gjeti fatkesisht. Qa ka pyetur tjetër? Ku ndodhet Vila e Andale? Atëherë, ne lidhemi tani me korrespondenten ton tek Vila aktuale e Andales. Juli, më dëgjon? Jo, Des, në fakt nuk të dëgjoj, po jam këtu te Vila aktuale e Andales dhe le t'i tregojmë njerëzve se ku bën podcastet. Mbrapa nesh kemi dhe goca e goci që sapo kanë mbaruar xhirimin dhe kanë mbyllur gjithë vilën sepse dalin nga nukleasti e ri kur ato xhirojnë. Ne jemi goca, bashkë si bomba. Në të majtë ose djatën time, sepse nuk di t'i dalloj, ndodhet pishina e Lavilës. Këtu keni parë shumë skeqe dhe do pyesim vetë tani pse nuk ka ujë për momentin. Atëherë goca e goci u lan këtu dhe ne shitëm tek 12 vjeçaret ujin e pishinës për oferta marramense për ndërtuar studia e reja. Linja për ju. O zemra, se mirë kjo korrespondenti. Po, shikaj ka goca. Ka pe gjuje, shikaj. Kemi. A është e vërtetë që Fatos Atam është dukur? Tani, ne dërguam 2 korrespondentet tonë më të vobekt të gjithë stafit. Më të punuar. Sa staf pas kemi pas. Më të aftë. O zemra i kemi përgatitur për këtë ditë. Çdo korrespondent për gjithë ato. Po, ne kemi ardhur në Bathore dhe Fatos Atam nuk është gjendur. Tash e themet tonë që ai është dukur që nga muaj gusht. Fatos Atam ka ardhur! E po të paktën e gjetëm. Gjallë qëmë. Korrespondentët tanë na lanë. Por që e zbuluan që Fatos Atam nuk është dukur. Më në fund e gjetëm, okej, faleminderit. Dikush shkruan. Hymte, thash e theme tani. Okej. Një miu im ka parë Aldin dhe si ka folur Aldi. Lidhemi me Mion, ne e kërkuam Mion dhe e gjetëm, bashkë unë dhe Juli. Lidhemi me Mion drejt për drejt tani. Atëherë, Mi, më dëgjon? Përshëndetje yjet e skandale. Shumë faleminderit për mundësinë që të tregoj historinë time. Si u ndjeve ti kur Aldi nuk të takoj? Po Aldi, kur e takova, më shtyu, më injoroi dhe më pështyu. Unë ndjeva të mersi shumë keq, sepse ne mint nuk e meritojmë këtë. Nuk e meritojmë. Po, nuk është si vëfaj, jo për të mbrojt Aldin, me të thënë drejtën, po s'është si vëfaj, se zakonisht njerëzit nuk flasin me mint. Nuk dua ta mbroj Aldin, po asun si kisha thënë mirë. Vërtet, më të thënë janë i çik pizza. Bravo Aldi. Dhe dikush na ka pyetur, a zjeni shpesh ju? Tani me të thënë drejtën e kemi gjetur një gjuhë përbashkët si staf. Mendoj që ne kuptohemi me symi njëri tjetrin. Marrëmend. Po ideja është që jemi dhe gjithë të rinj dhe në një ambient kaq rinor, gjithë tregojnë shumë mirë kuptues. Edhe nuk ka pikë konkurrencë dhe sinqerisht domethënë kanë fjalët më të ëmbla gjithë stafit dhe gjithë ne me njëri tjetrin.